Në moshën 83 vjeçare është ndar nga jeta Recep Meta, babai i ish-presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Lajmi është bërë i ditur nga Monika Kryemadhi gjatë paraqitjes së saj këtë të hënës pak për masën e detyrimit për paraqitje. Pas marrjes së lajmit, avokati i Ilir Metës, Kujtim Çakrani, ka dorëzuar menjëherë kërkesën për anspakut dhe drejtorisë së burgjeve për lejimin e pjesëmarrjes së ish-presidentit në ceremoninë mortore të teatrit. Kërkesa është miratuar nga autoritetet duke bërë të mundur që Ilir Meta të lërë përkohësisht ambientet e paraburgimit të 313-ës për herë të parë që nga 24 tetori 2024. Ndërkohë, vetë Meta ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale duke shprehur dhimbjen për humbjen e babait të tij, ndërsa një reagim ka ardhur edhe nga avokati i tij, i cili ka treguar momentet e para pas marrjes së lajmit të hidhur. Sipas amanetit familjar, Recep Meta do të prehet në fshatin Çepan të Skraparit, ku ceremonia e varrimit është planifikuar të zhvillohet në orën 12. Pas ceremonisë, Ilir Meta pritet të kthehet sërish në ambientet e paraburgimit, i shoqëruar nga policia e burgjeve.